të jesh i devotshëm, ose mi themi të gjithë të devotshmi, duhet të jenë gjithë dietar. Ndërkohë që të bësh dietar, domethënë, nuk është e lehtë. Dhe këtë privilegje kanë një përqindje e vogël e njerëzve. Kjo do të thotë që kjo përqindje e vogël, vetëm këta janë të mirët, vetëm këta janë besimtarët e fortë, vetëm këta janë muslimanët me cilësitë e vyra, vetëm këta janë besimtarët me fjalë e lëvduar që meritojnë me njëherë xhenetin kështu me radhë, dhe të tjerat nuk që kanë. Ne dimë shumë mirë që kemi shumë prej njerëzve nuk janë dietar, por janë të dëgjuar në mesin e njerëzve, domethënë e bën me shenjë nga personi, ky është për evliave, ky është për të mirëve, ky është për njerëzve që nuk flet kurrë keq, nuk përgojon kurrë, nuk mashtron kurrë, nuk gënjen kurrë, e kështu me radhë. Atëherë si ta kuptojmë këtë? E kanë sqaruar dietarët fare mirë këtë, kur kanë thënë se njeriu e ka detyrë të mësoj dijen, aq sa i vyn ajo dije, domethënë, për të arritur synimin e tij fetar. Dhe nuk është kush të jetë, domethënë, të jetë dietar i madh. Do të marrim një shembull. Nuk është kush di hollësit, ama informacionin fillestar duhet të di. Thelbin dhe bazat duhet di ai. Për shembull, një njeri, një musliman i thjesht, një besimtar, domethënë, i thjesht, shkon dhe lexon një libër. Dhe ose mund të dëgjojë një ligjërat. Gjatë ligjëratës ai kupton vlerën e madhe të sinqeritetit. Dhe nëpërmjet kësaj ligjërate, ai fiton domethënë këtë cilësi të madhe që quhet sinqeritet dhe i ndryshon ndoshta edhe jetën e tij. Më parë kupton që i ka bërë punët me shtirje, është shtir domethënë, ose me syfajsi, që të jetë i dëgjuar dhe ta shikojnë njerëz të tjerë dhe jo për hir të Allahut xhela xhelalu. Sepse nuk kishte dije që kjo është faktikisht është diçka, ose më mirë, nuk kishte dije që të zbulonte këtë gabim në vetveten e vet. Jo të gjithë njerëzit që bëjnë syfajsi e dinë që po bëjnë syfajsi. Ky është një problem që duhet ta kuptojmë. Atëherë është dia ajo që e bën njeriu të analizojë dhe të kuptojë vetveten e tij. Si arriti këtë njeriu nëpërmjet një ligjërate? Po ai hoxh, ai dietar që ka marrë këtë ligjërat, ai ndoshta është i përgatitur 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet në një fushë akademike dhe pastaj jep produktin e asaj dije që ai ka marrë. Ndërkohë ky nuk ka shku fare të studiojë. Mirë po, thelbin e çështjes e mori nëpërmjet dijes, edhe pse ato ajete, ato hadithe, ato thënie dietarësh, ky nuk i mëson përmendësh sikur dietari. Mirë po merr thelbin asaj çështje dhe arrin të bëhet i devotshëm.